Nuk mund të lëshoj një mashtë qore si Irena Gjoka, që u përdor në të gjitha proceset e montuara ndaj opozitës pa asnjë fakt penal, të normara direkt nga armiku i egër i pluralizmit, shërbëtori Mjeran i Edi Rams, Altin Toplini. 2. KLG-ja nuk ju përgjigj kërkesës sonë për të konstatuar marrim në mandatit të Irena Gjokës, sepse ligji 96/2016, sipas ligjit 96/2016, por ja drejtoi prokurorisë së përgjithshme për të nisur hetimet sipas ligjit 138/215 për hetuar nëse ekzistonte vendimi penal kundra Irena Gjokës në Greqi dhe nëse ajo kishte deklaruar atë në formularin e dekriminalizimit, pavarësisht se për këto kishin vendimin penal të drejtësisë greke të sjellë me vull apostile. Prokuroria e përgjithshme për të dëshmuar veten se është një institucion tërësisht i kontrolluar, është një institucion që shkelmon kushtetutë dhe ligje, nuk ka nërmarr asnjë masë gjërësor. 3. Qëllimi i këtij devijimi është i qartë. Së pari, në mënyrë të palishme vonon vendimarrjen për konstatimin e mbarimit të mandatit sipas ligjit 96/2016, meqense Irena Gjoka nuk mund të ishte gjykatëse kur ligji ja pengonte një personi të dënuar penalisht të mbante një funksion të tillë. Së dyti, KLG-ja Uluzi, Faqe e Zezë, Altin Toplini dhe marionetat tjera të pushtetit zvarritën me qëllim hetimin edhe mbi çështje shkeljes së ligjit të dekriminalizimit nga Irena Gjoka, e cila ka fshehur dhe nuk ka deklaruar në formular as vendimin penal dhe as 2 ekspulset që kanë nga Greqia me qëllim të qartë kalimin e afateve të ndjekjes penale, pra parashkrimin e veprës penale. Kjo është arsyeja që këta shërbëtorë të Edi Rams apo të korruptuar të Irena Gjokës nuk marrin veprime vetëm e vetëm që kriminalja, delinkuente Irena Gjoka, që mban detyrën në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjet e vendit, të mos jap llogari para drejtësisë për këto fshehje dhe shkelje të rënda. 4. Për sa i përket pikës së parë, pra mbarimit mandatit, sepse Irena Gjoka nuk ka pasur kriteret për të qenë gjykatëse, kjo bën çdo procedurë gjyqësore të drejtuar prej saj pas zgjedhjes gjykatëse në kundërshtim me ligjin, procedurë të kryer nga një gjykat jo e caktuar me ligj. Pra, çdo vendim i Irena Gjokës, që nga dita që ka mashtruar në formularët e dekriminalizimit, është i pavlefshëm, nul e void, sepse është marrë nga një person që nuk mund të ishte gjykatës. Kjo sipas kushtetutës, por dhe sipas gjykatës Europiane të drejtave të njeriut. Sipas precedentit të gjykatës Europiane të drejtave të njeriut, cani kundër Shqipërisë, Irena Gjoka nuk mund të jetë gjykatëse dhe proceset e ndjekura prej saj janë nul. Rikujtoj këtu se ajo mbahet në detyrë sepse mban dosjen e Ilir Mec, dosje e cila nuk ka asnjë fakt penal përveç vendimit hakmarrës primitiv të Edi Ramës ndaj tij. 5. Për sa i përket mos deklarimit të vendimit penal dhe 2 ekspulseve në formularin e dekriminalizimit, kjo është çështje me vete, e cila sjell 2 pasoja. E para, 5.1, e para është ndjekja penale kundër Irena Gjokës. Mos deklarimin formularin e dekriminalizimit, vendimit penal dhe ekspulseve është vepër penale për të cilën ajo duhet të ishte në burg. Këta duhen të thonë se vepra është parashkruar dhe Irena e tyre me 5 mbiemra që i ka ngrohur xhepat mirë, nuk mund të ndiqet penalisht. Kjo në fakt është e pavërtetë.
sepse Irena ka marrë detyra të reja pas krijimit të gjykatës speciale, si për shembull, ajo atë të kryetares së gjykatës për të cilat kërkohet të plotësoj përsëri formularin e dekriminalizimit. Ajo ka kaluar procesin e vettingut mbas caktimit kryetare të gjykatës speciale, edhe aty me siguri është kërkuar të bëjë deklarime në lidhje me fakte të tilla dhe ajo nuk ka bërë. Kështu që të gjitha parat që i kanë marrë Irenës apo urdhra që Edi Rama që kanë zbatuar hidhen në kosh të plerave dhe dëshmojnë Altin Troplinin, Uluzi Faqeziun dhe Këllëgjën thjesht sklever të rishfeteve apo të urdhrave politik. Për më tepër, Irena ka ekspozuar veprimet e saj aktive për të mbuluar ekzistencën e vendimit penal në Greqi, të ekspulsive të saj dhe mos deklarimin e tyre në formularin e dekriminalizimit. Ju kujtoj se pak kohë më parë, ajo i deklaroi birën se nuk kishte vendim penal dhe as ekspuls, ndërkohë që kishte lëshuar prokuror vetë me firmën e saj dhe kishte angazhuar avokat për të kundërshtuar këto procedura, gjë që është evidente edhe nga vendimet e drejtësisë greke. Pra, jo vetëm që ajo ka bërë veprime aktive për mbulimin e veprës penale, por ka vazhduar atë. Pra, jemi përpara krimit vazhdues në terminologjinë juridike. Çdo ditë që ajo rrin funksion, sepse ajo çdo ditë fsheh gjykimet, dënimet dhe dëbimet e saj, veprat penale të saj. 5.2. E dyta, mos deklarimi i vendimit penal në formularin e dekriminalizimit sjell përsëri përfundim të mandatit që nga momenti kur është kryer shkelja. Kjo është një procedurë administrative, pra jo penale, për të cilat nuk vlen asnjë fakt parashkrimi i kodit penal. Nuk ka nevojë për veprim verifikues kaq kompleks. Ajo nuk ka plotësuar sakt 3 rubrika të formularit, por mjafton vetëm mosplotësimi një rubrike për ta larguar nga funksionet e gjyqtarit. 6. Pra pavarësisht përpjekjeve të turpshme të KLG-s, Altin Troplinit, prokurisë së përgjithshme për të mbajtur në detyrë një njeri që nuk mund të jetë gjykatës sipas kushtetutës, sipas ligjit, një njeri që sipas 3 ligjeve të miratuara nga kjo mazhorancë duhet të jetë në burg. Ajo është e pambrojshme dhe tashmë e vërteta ka dalë në dritën e diellit.